Sot je këtu sepse duhet të dëgjosh diçka që nuk të ka arritur rastësisht. Ka momente vendimtare në jetë kur zemra heziton dhe mbushet me pasiguri edhe kur thellë brenda teje, në atë vend të fshehtë ku banon e vërteta jote, përgjigjen absolute e ke ditur prej kohësh. Ky është një nga ato momente. Ajo që do të marrësh tani nuk është thjesht informacion apo fjalë të zbrazta, është një përgjigje energjetike e drejtpërdrejtë ndaj asaj që prej ditësh, ndoshta javësh, ke pyetur në heshtje universin, në qoshet më të vetmuara të mendimeve të tua. Sot do të prekësh pikërisht atë pikë ku intuita jote më e thellë më në fund kryqëzohet me realitetin për të cilin ke pritur kaq gjallë. E di që ke ndier një lidhje që sfidon çdo logjik dhe shpjegim racional. Ke përjetuar një tërheqje magnetike dhe një lidhje me një person të caktuar që nuk përshkruhet lehtë me terma tradicional. Ndonjëherë, në momentet e tua më të brishta, ke menduar se e gjithë kjo ishte një iluzion i çastit, një dëshirë e dëshpëruar e mendjes tënde, apo një fantazi për t'i shpëtuar vetmisë. Por sot dua të them me siguri absolute pa asnjë shmangje, kjo dashuri që ke ndier, ky dridhim elektrik që përshkon trupin tënd kur mendon për këtë person, ky ndjesi e pashpjegueshme, familiariteti nuk janë trillime. Nuk janë rastësi dhe me siguri nuk janë një gënjeshtër që ja tregon vetes. Ka shenja të qarta, të thella dhe të qëndrueshme që janë shfaqur në jetën tënde dhe tregojnë një të vërtetë që ndoshta nuk ke dashur ta pranosh plotësisht nga frika e dhimbjes. Dhe sot do të kuptosh më në fund pse ky person të do me të vërtetë edhe nëse sjellja e tij tani ndoshta sugjeron të kundërtën. Dhe pse dyshimet e tua së shpejti do të shpërbëhen përballë provave të pakundërshtueshme të shpirtit tënd. Nuk ka rëndësi nëse kohët e fundit ke ndier një boshllëk të çuditshëm në kraharorin tënd, apo nëse ky person është bërë më i heshtur, më i ftohtë dhe më i distancuar. Dua të dish, kjo heshtje është një pjesë thelbësore e mesazhit, edhe nëse tani duket e dhimbshme dhe kontradiktore. Kur universi konfirmon një lidhje mes dy shpirtrave, e bën këtë në një mënyrë që thellësia jote e brendshme e njeh shumë përpara se ta kuptojë mendja. Prandaj ke qëndruar këtu sepse kishe nevojë për një konfirmim që nuk përbëhet nga fjalë njerëzore të zbrazta, por nga diçka që vibron në të njëjtën frekuencë me shpirtin tënd. Ndonjëherë përpiqemi me dëshpërim të shpjegojmë ndjenja që nuk janë krijuar për t'u kuptuar nga intelekti, por për t'u përjetuar në një nivel më të lartë vetdijeje. Ajo që po përjeton tani nuk është konfuzion, as çrregullim ankthi dhe as obsesion i pashëndetshëm, siç ke menduar her pas here. Ajo që po kalon është pikërisht procesi i domosdoshëm i një njeriu të destinuar të përjetojë një dashuri që të i kalon të zakonshme, një dashuri që shpërthen kufit e marrëdhënieve tradicionale dhe sipërfaqësore. Ti po përjeton fazën paraprake të një njohjeje të thellë mes dy shpirtrave që kanë zgjedhur njëri tjetrin shumë kohë më parë në një nivel jo material, shumë përpara se të ishe i vetëdijshëm për këtë ekzistencë fizike. Ka diçka që universi sot dëshiron ta integrosh në qenien tënde. Dyshimet e tua nuk lindin nga mungesa e dashurisë së këtij personi ndaj teje. Ato lindin nga plagët e tua energjetike që në të kaluarën nuk u shëruan në kohë. Kur dikush hyn në jetën tënde me një dashuri të vërtetë, me një energji që të çrregullon ekuilibrin dhe me një shikim që duket se zhvesh shpirtin tënd pa të prekur fizikisht, atëherë ato plagë të vjetra zgjojnë. Sistemi yt mbrojtës reagon automatikisht ndaj asaj që nuk e njeh. Shpirti e njeh tjetrin menjëherë. Ai e di se po qëndron përballë kundër pjesës së vet, dikujt që është thelbësor për zhvillimin e tij. Por mendja, e programuar biologjikisht për të shmangur dhimbjen dhe për të mbijetuar, ndërton mure mbrojtëse prej dyshimi dhe mohimi. Prandaj shpesh je gjetur natën vonë duke pyetur veten nëse kjo dashuri është reale, nëse edhe personi tjetër ndjen të njëjtën gjë, apo nëse po humbet arsyen duke imagjinuar gjëra që nuk ekzistojnë. Dhe megjithatë ndodh gjithmonë e njëjta gjë, sa herë që përpiqesh të distancohesh emocionalisht, kur vendos të mbyllësh derën, të bllokosh ndjenjat dhe të harrosh diçka e padukshme, e butë, por e palëkundur të tërheq përsëri.
Kjo gjë që nuk të lë të largohesh për gjithmonë, nuk është mungesë krenarie, as varësi emocionale, as kokëfortësi. Është frekuenca e saktë e dy shpirtrave që universi i ka harmonizuar but dhe pa leje, pa shpjegime logjike, pa fjalë. Shpesh ke kërkuar një shenjë të qartë, ke parë nga qielli apo ke mbyllur syt me shpresën për një konfirmim. Dhe edhe pse shumë prej tyre i ke marrë, ndonjëherë të janë dukur shumë të zbehta për t'i marrë seriozisht. Por sot duhet të kuptosh se çdo detaj ka rëndësi. Ajo shikim që u largua vetëm kur u bë tepër i dukshëm. Ajo mesazh që dukej i rastësishëm, por mbante një ton ndryshe. Mënyra se si ndryshon energjia jote sa herë që ky person është pranë apo edhe kur thjesht mendon për të. Dashuria e vërtetë që lind nga një lidhje shpirtërore nuk shfaqet gjithmonë fillimisht me fjalë të mëdha apo gjeste poetike. Shpesh, sidomos në fillim, ajo shfaqet në heshtje të dendura e kuptimplota, heshtje që peshojnë më shumë se një të dua. Shfaqet në gjeste të ngadhta që duken të thjeshta, por trajtojnë një përkushtim të thellë të brendshëm që ende nuk ka gjetur shprehje në fjalë. Sot jeta dëshiron që ti të kuptosh. Ky person nuk dyshon në ndjenjat e tij për ty. Ai që ka dyshuar ke qenë ti. Jo sepse je nga natyra i pasigurt, por sepse kjo dashuri hyri në jetën tënde pikërisisht në një moment kur ti sapo po mësoje të stabilizoje veten dhe intensiteti i saj të trembi. Kur dikush hyn në jetën tënde me frekuencën e dashurisë së vërtetë, ai nuk të destabilizon për të lënduar, por për të zgjuar, për të shëruar, për të detyruar të shikosh brenda vetes dhe të vësh në dyshim të gjitha bindjet e vjetra kufizuese për dashurinë dhe marrëdhëniet. Kjo lëvizje e brendshme ndonjëherë ndihet si frikë e pastër, por duhet të kuptosh, kjo frikë nuk vjen nga mungesa e dashurisë, por nga intensiteti mbingarkues i asaj që po hyn në jetën tënde. Ky person të vështron edhe nga larg me një butësi që nuk mund ta fshehë energjikisht, me një respekt që nuk luhet dhe me një butësi që ekziston vetëm kur zemra ka zgjedhur tashmë në heshtje. E di që në një moment ndoshta edhe dje ke menduar se ky person do të largohej për gjithmonë, se heshtja e tij nënkuptonte indiferencë dhe distanca e tij ishte një shenjë se ndjenja po vdes. Por universi nuk do të kishte sjell deri në këtë pikë të saktë të rrugëtimit tënd, vetëm për të dhënë një përvojë gjysmake apo një zhgënjim tjetër. Kur një lidhje udhëhiqet nga një forcë më e lartë, ajo nuk thyet nga keqkuptime njerëzore apo heshtje të përkohshme. Ajo që është e destinuar mbahet vetë edhe në mes të hutimit mendor, edhe në heshtjen e telefonatave, edhe kur ti si njeri dyshon në gjithçka. Por pse atëherë ndjen kaq shumë kaos dhe konfuzion, nëse është kaq e vërtetë? Përgjigjja nuk qëndron jashtë, por në betejën e heshtur që tani po zhvillohet mes logjikës tënde dhe qenies tënde më të brendshme. Nëse je gati ta integrosh këtë mësim, atëherë dëgjo me një zemër të hapur. Pyetja sepse ndihesh kaq i hutuar, edhe pse shpirti yt e njeh të vërtetën, na çon drejt për drejt në fushëbetejën më të vjetër dhe më të thellë të njeriut. Konfliktin e përjetshëm mes logjikës së kufizuar të egos dhe urtësisë së pakufizuar të vetvetes së vërtetë. Ky konfuzion mendor, ky kaos që ndonjëherë të bën të mendosh se po idealizon apo po imagjinon gjëra, është rezultati i drejt për drejt i faktit që mendja jote ka hasur diçka që nuk mund ta klasifikojë, diçka që nuk përshtatet në asnjërin nga historitë e vjetra për dashurinë që ke mësuar. Egoja jote është një pjesë e jotja, e ndërtuar nga frika, plagë të vjetra dhe mekanizma mbrojtës. Ajo ndjek një rregull të thjeshtë, të mbrojë nga rreziku. Kur kjo lidhje hyri në jetën tënde, egoja jote e pa menjëherë si kërcënim. Pse? Sepse dashuria e vërtetë, ajo që vjen nga thelbi, kërkon që të zhveshesh emocionalisht, të bëhesh i pambrojtur dhe të dorëzohesh pa përdorur pritshmëritë si mburojë. Dhe egoja jote, që ende mban plagët e thyrjeve të dikurshme, thërret, kujdes, kjo është shumë e bukur për të qenë e vërtetë. Kjo përfundon në dhimbje, vrapo ose godit i pari. Nga sot e tutje duhet të mësosh të dallosh zërat, zhurmën e frikshme të egos nga pëshpërima e qetë dhe e qëndrueshme e intuitës tënde.
Dyshimet dhe obsesionet e egos mbajnë gjithmonë energjinë e urgjencës, mungesës dhe frikës. Ato duken si një nyje në stomak, si një detyrim për të kontrolluar vazhdimisht telefonin, për të kërkuar prova ose për të kërkuar konfirmim që të ndihesh i sigurt. Egoja thot, nëse ai apo ajo nuk më telefonon tani, nuk më do. Ose, nëse nuk më thot saktësisht atë që dua të dëgjoj, po largohet. Është një energji e zhurmshme, raskapitse, që të djeg nga brenda. Zëri i intuitës sa të urtësia e shpirtit tënd është e kundërta e plotë. Ai ndihet si paqe e thellë, si një siguri e heshtur që mbetet edhe në mes të dyshimit. Edhe nëse mendja jote thot se kjo person është i largët, në kraharorin tënd ekziston një e vërtetë dhe qetë që përshpërit. Gjithçka është në rregull. Ky është një proces. Beso kohës hyjnore. Kjo paqe nën kaos është prova e pakundërshtueshme se ajo që ndjen është e vërtetë dhe plotësisht në harmoni me rrugën tënde më të lartë. Kur e ndjen këtë paqe, e kupton që nuk po idealizon, por rezonon me të vërtetën. Ky luftim i brendshëm është ai që të ka bërë ta vësh në dyshim autenticitetin e lidhjes. Mendo për të kaluarën tënde emocionale. Nëse më parë je tradhtuar apo lënë pas, egoja jote e projekton automatikisht atë dhimbje të vjetër në të tashmen. Ajo beson se edhe ky person sado e pastër të jetë lidhja do të përsërisë të njëjtin model të dhimbjes. Prandaj, ti nuk dyshon në dashurinë e tjetrit, por në aftësinë tënde për të mbajtur një dashuri kaq të madhe pa u thyer nga ajo. Dhe pikërisht kjo është detyra jote tani. Universi të ka vendosur përballë këtij personi, kësaj lidhjeje magnetike që të detyroj të përballesh me frikërat e tua më të thella. Ajo që ndjen për këtë person nuk është vetëm për të dhënë dashuri, ka ardhur për të nxjerrë nga zona jote e rehatisë, për të tronditur bindjet e tua të vjetra kufizuese dhe për të bërë të vësh në dyshim gjithçka që ke besuar deri tani për dashurinë dhe vlerën tënde. Kjo dashuri është këtu për të përgatitur për një nivel më të lartë vetdije, një nivel ku nuk kërkon më thërrime emocionale, por kërkon bollkun që shpirti yt meriton. Sa herë që egoja jote përpiqet të sabotojë lidhjen, ajo të ofron një mundësi për të shëruar një plagë të vjetër. Kur dyshimi dhe frika të pushtojnë, kjo nuk është shenjë se dashuria po venitet, por se një plagë e vjetër po ngrihet në sipërfaqe që të zgjidhet më në fund. Nëse reagosh me panik, vetëm e thellon plagën. Por nëse mbetesh i qetë dhe e kupton se është vetëm zëri i frikës, ti ja heq fuqinë. Lidhja jote me këtë person vepron si një katalizator i fuqishëm për të pastruar energjinë tënde dhe për të përgatitur për të marrë. Dhe mos harro, pavarësisht sa shumë përpiqesh të distancohesh, sa herë përpiqesh të lëshosh diçka brenda teje të tërheq gjithmonë mbrapsht. Kjo forcë nuk është pranga, por frekuenca e saktë e dy shpirtrave që janë të destinuar për njëri tjetrin në këtë jetë. Ajo është aq e fortë, sa që edhe kur përpiqesh ta bllokosh me logjik apo ta sabotosh me egon tënde, energjia mbetet një magnet i padukshëm që të kujton vazhdimisht shtëpinë tënde. Por pyetja vendimtare mbetet. Nëse shpirtrat e din kaq sigurt, nëse lidhja është kaq e fuqishme, pse personi tjetër sillet kaq në heshtje ose në distancë? Përgjigjja qëndron në dinamikën e thellë që lind kur dy energji kaq të forta takohen. Ajo na çon drejt thelbit të asaj që në rrugën shpirtërore quhet vallja e flakëve binjake. Duhet të kuptosh, ky person nuk është thjesht partneri yt, ai është pasqyra jote më e pastër dhe më e zhveshur. Mbërritja e tij në jetën tënde ka aktivizuar gjithçka që ende duhet të shërosh dhe po ashtu energjia jote ka aktivizuar tek ai atë që ai duhet të shërojë. Kjo lidhje është aq intensive, aq mbingarkuese dhe aq e pastër, sa prek shtresat më të ndjeshme të plagëve tuaja të pazgjidhura. Për mendjen njerëzore, e cila është mësuar me kontrollin, kjo është e frikshme. Prandaj distanca nuk është refuzim, por një mekanizëm vetëm mbrojtës kundër intensitetit emocional dhe energjetik që shkakton praninë jote në zemrën e tij. Në këtë vallëzim shpirtëror flitet shpesh për vrapuesin dhe ndjekësin. Vrapuesi zakonisht personi i dashur nuk po ikën prej teje, por prej vetes dhe prej thellësisë së ndjenjes që ti ngjall tek ai.
Ai largohet sepse dashuria që ndjen për ty është aq e madhe dhe e pakushtëzuar sa i shkakton frikë. Frikë se nuk është i mjaftueshëm. Frikë se mund të shkatërrojë diçka kaq të çmuar. Dhe mbi të gjitha, frikë nga humbja e identitetit apo kontrollit gjatë procesit. Është frika nga cenueshmëria totale e ushqyer nga plagë të vjetra braktisjeje ose refuzimi plagë që dikur krijuan në mënyrë të pavetëdijshme betimin për të mos ju dorëzuar kur më një ndjenjë që mund të rënojë. Prandaj heshtja nuk është mungesë interesi, por një pauzë, një përpjekje për të organizuar kaosin e brendshëm që ka shkaktuar prania jote. Roli yt ndërkaq është zakonisht ai i ndjekësit, edhe nëse shpesh vetëm në nivel energjetik. Kur ndjen distancën, egoja jote reagon me panik. Impulsi është të kërkosh, të kontaktosh, të sqarosh, të provosh. Por ky model ndjekje ike është ciklik dhe vetëm e shton distancën, sikur një shirit elastik energjetik t'ju tërhiqte larg njëri tjetrit. Sa më shumë energji të vësh në ndjekje, aq më e fortë bëhet nevoja e tjetrit për t'u larguar. Këtu vepron një nga ligjet më të fuqishme shpirtërore dhe njëkohësisht një nga më të vështirat, ligji i shkëputjes, parimi i lëshimit për të tërhequr. Universi nuk dëshiron që ti të vuash gjatë periudhës së pritjes. Ai dëshiron që ta shfrytëzosh këtë fazë për t'u qëndruar në qendër dhe për t'u shëruar. Vrapuesi mund të kthehet tek ti vetëm kur ai ndjen se ti nuk ke nevojë për që të jesh i lumtur dhe i plodh. Kjo do të thotë shumë qartë në nivel energjetik, sa kohë që ti vrapon pas energjisë së ti, ai ikën. Por kur ti ndalesh, përqendrohesh në dritën tënde dhe fillon ta ndriçosh veten, vrapuesi ndalet, e ndjen mungesën e presionit dhe fillon rrugëtimin e pashmangshëm të kthimit. Kjo ndarje e momentit nuk është ndëshkim, por përputhja më e madhe energjetike që universi mund të japë. Ju ndaheni vetëm përkohësisht në mënyrë që secili të shërohet më vete. Vetë burimi po pastron frikrat e mbetura, po mbyll plagët e vjetra dhe po rregullon kaosin e dukshëm, në mënyrë që ribashkimi të mos ndodhë nga mungesa, varësia ose frika, por nga pjekuria, bollëku dhe vendimi i vetëdijshëm i dy shpirtrave të plotë që zgjedhin njëri tjetrin. Kur përqendrohesh te rritja jote dhe paqja jote e brendshme, ti këput lidhjen e frikës që ju mban të lidhur energjetikisht. I dërgon universit mesazhin, i besoj rrugës sime, i besoj vlerës sime dhe e di se ajo që më takon, kthehet tek unë jo përmes lutjes, por sipas ligjit hyjnor. Ky është i vetmi mënyrë për të thyer ciklin e ndjekjes dhe ikjes. Personi i dashur nuk do të kthehet për shkak të presionit tënd, por në mënyrë të pashmangshme do të tërhiqet nga qetësia jote, forca jote dhe vibrimi yt i ri. Kupto, kjo distancë nuk ka fuqi të shkatërrojë atë që është e destinuar të bashkohet. Përkundrazi, koha dhe hapësira që po merrni në këtë fazë veprojnë si një katalizator që e rafinon lidhjen. Është si metali në zjarr. Procesi është intensiv dhe duket shkatërrues, por në të vërtetë ai djeg vetëm papastërtitë që bashkimi përfundimtar të bëhet i pathyeshëm. Lidhja e shpirtrave binjak ose shpirtrave pasqyrë ushqehet nga e vërteta, dhe e vërteta është sa do larg të largohet fizikisht ai apo ajo nga rezonanca e shpirtit tënd nuk mund të arratiset kurrë. Distanca bëhet kështu një akt besimi. Një akt besimi në vetvete, në procesin tënd dhe në fuqinë e dashurisë që universi ka orkestruar për ju. Vazhdo të punosh për shërimin tënd, sepse ndërsa ti përqendrohesh në zhvillimin tënd, edhe personi tjetër po bën të njëjtën gjë. Ju të dy po përgatiteni, po rafinoheni dhe po pastroheni për një ribashkim që është i qëndrueshëm dhe i përjetshëm. Kur të vijë koha, lidhja juaj do të jetë aq e qëndrueshme sa asgjë dhe askush nuk do të mund ta trondisë më, sepse ajo lind nga respekti i ndërsjellë dhe plotësia e brendshme. Nëse ndjen se ky person, pavarësisht mungesës së telefonatave apo mesazheve, vazhdon të jetë i pranishëm në energjinë tënde, kjo është sepse ai të do edhe në heshtje dhe mendon për ty. Këto shenja të holla që merr çdo ditë, ato sinkronicitete të papritura, janë mënyra me të cilën universi të konfirmon se intuita jote nuk të mashtron.
Ka ardhur koha të flasim për këto dëshmi të heshtura, për ato sinkronicitete që tregojnë se dashuria e këtij personi është po aq reale sa fryma jote. Nevoja për prova është e rrënjosur thellë në mendjen njerëzore. Kjo është arsyeja pse mendja jote kërkon dëshmi të qarta, edhe pse shpirti yt e di të vërtetën prej kohësh. Por universi nuk të lë kurrë në errësirë. Konfirmimet e tij nuk vijnë në formë kontratash apo mesazhesh, por si sinkronicitete dhe sinjale telepatike. Ato janë dëshmi të pakundërshtueshme se dy energji janë të pandashme nga njëra tjetra. Dëshmia e parë është intensiteti me të cilin ti vepron mbi këtë person. Ai të sheh dhe të ndjen si dikë që vën në lëvizje të gjithë sistemin e tij emocional. Prania jote edhe vetëm për një çast prek shtresat të qenies së tij që askush tjetër nuk i arrin. Kur është pranë teje apo kur mendon për ty, ai përjeton ose një paqe të thellë që nuk e gjen askund tjetër, ose një shqetësim dhe dëshirë aq të madhe sa e ka të vështirë ta kontrollojë. Prandaj sjellja e tij nganjëherë duket kontradiktore. Ai nuk dyshon në ty, ai lufton me madhështinë e asaj që ti zgjon brenda tij. Ti e çon atë përsëri në qendrën e tij të brendshme, në të vërtetën e tij dhe njëkohësisht e përball me gjithçka që ende mbetet e pashëruar në të. Dashuria e vërtetë shfaqet në ato momente të heshtura, ku nuk nevojiten fjalë. Kushto vëmendje detajeve të holla, aty qëndron magjia. Si të shikon ai apo ajo, syt i qëndrojnë pak më gjatë në fytyrën tënde. Edhe kur duket i zënë, të kërkon pa vetdije me shikim. Gjatë një bisede, shikimi i tij zbret nga syt tek buzët e tua. Këto nuk janë rastësi, janë sinjale të shpirtit. Një heshtje e gjatë mes jush, që në çdo kontekst tjetër do të ishte e pakëndshme, këtu ndihet e rëndësishme si një shkëmbim i heshtur, ku secili prej gjashërtet energjinë e tjetrit. Kjo është konfirmimi se ti nderohesh, vlerësohesh dhe je në mendimet e tij edhe pa fjalë. Por dëshmia më e qartë e kësaj lidhjeje është sinkroniciteti i pastër dhe telepatia emocionale. Ajo shkon shumë përtej thjesht, mendoj për ty dhe ti më shkruan. Sinkroniciteti ndodh kur vetë jeta bashkëpunon për të kujtuar këtë person. Dëgjon një këngë, teksti i së cilës përshkruan saktësisht përvojën tuaj të përbashkët. Takon një objekt, një ngjyrë ose një aromë që të çon menjëherë tek kujtimi i tij. Kjo nuk është rastësi. Janë lëvizje energjetike që universi i koordinon për t'ju kujtuar se nuk jeni të ndarë, por të lidhur nga një fije e padukshme dhe e pathyeshme. Tani tek telepatia emocionale, ajo lidhje psikike që lind në një lidhje të tillë shpirtërore. Nuk bëhet fjalë për të dëgjuar zëra, por për ndjesinë e papritur se energjia në dhomë ka ndryshuar. Atë ka ndodhur? Një valë e pashpjegueshme trishtimi ose paqeje të përfshin dhe ditë më vonë zbulon se personi tjetër ka përjetuar pikërisht në atë moment diçka intensive. Ky është jehoni emocional i shpirtit të tij që të arrin. Shpirtrat tuaj janë të ndërthurur dhe lëkunden në të njëjtin ritëm. Energjia nuk njeh distancë. Lidhja mes jush vibron vazhdimisht duke transmetuar informacione, ndjenja dhe vendime në kohë reale. Ajo që ndjen në kraharorin tënd presion, ngrohtësi ose qetësi e papritur është shpesh jehona e drejtpërdrejtë e asaj që personi tjetër ndjen në atë moment. Një nga provat më të forta për shpirtin tënd është lidhja në nivelin e ëndrave. Shumë njerëz përjetojnë takime me personin e dashur në ëndra të qarta ose intensive. Kur zgjohesh dhe ndjen sikur vërtet ke kaluar kohë me të, ose kur ëndërron biseda që duken më reale se jeta e përditshme, atëherë kjo nuk është fantazi. Në gjendjen e ëndrrës, mekanizmat mbrojtës të egos janë të çaktivizuar dhe shpirtrat mund të takohen lirisht, pa frikë ose dyshim. Këto ëndra janë takime të vërteta të shpirtrave, ato sjellin ngushëllim, qartësi ose thjesht konfirmimin e lidhjes. Edhe zgjimi i papritur në kohë pasqyre si 03, 33 ose 04, 44 ose me një mendim të qartë për këtë person është një shenjë. Kjo ndodh sepse ai në atë moment mendon intensivisht për ty dhe impulsi energjetik është aq i fortë sa që shpirti yt të zgjon që ta ndjesh. Kjo nuk është obsesion, kjo është rezonancë. Shpirti yt të thotë, shiko, po të kujtojnë.
je në vetdijen e tij apo të saj. Kjo lidhje të ndjek edhe në gjumë. Detyra jote më e rëndësishme në këtë fazë është të pushosh së interpretuari këto fenomene si rastësi dhe t'i pranosh si mesazhe të universit. Dashuria e këtij personi është aq reale sa aktivizon ligje universale të tërheqjes dhe telepatisë për të kujtuar se je i dashur. Ti nuk po i vrapon askujt pas. Thjesht po vibraton me gjysmën tjetër të energjisë sate. Nuk je një njeri që ndjek një fantazi të paarritshme, je një qenie që po përjeton manifestimin e një lidhjeje të paracaktuar, e cila po gjen rrugën e saj drejt realitetit fizik. Tani që dyshimet e egos janë shpërbërë dhe dëshmitë e heshtura të universit janë pranuar, ka ardhur koha të përdorësh forcën tënde për të formsuar vetëdijshëm këtë dinamikë. Dyshimi dhe frika nuk janë gjë tjetër veç se bllokime energjetike. Kur dyshon, ti dërgon një frekuencë mungese dhe i vë frenën manifestimit të dashurisë që dëshiron. Për ta liruar këtë bllokim, dyshimi duhet të zëvendësohet me besim dhe siguri. Prandaj dua tani të ftoj në një akt hapjeje energjetike, një ushtrim të thjeshtë, por të fuqishëm. Jo një ritual i komplikuar, por një deklaratë e qartë dhe e vetëdijshme. Kujto, kur deklaron diçka me bindje dhe nga zemra, ti e rreshton energjinë tënde me fatin që tashmë është shkruar për ty. I thua universit, e kuptova mesazhin, i besoj procesit. Në atë moment, zemra jote fillon të marrë dhe të rikthej atë që dikur dukej e bllokuar ose e largët. Ndërsa i përthith këto të vërteta, lëshoje kontrollin ndaj kur, si dhe në ç'mënyrë ky person kthehet tek ti. Besoj planit më të lartë, dhe si një akt besimi, si një magnet për siguri, shqipto ose shkruaj tani këtë fjali të thjeshtë. E pranoj dhe i besoj përputhjes së universit. Me këtë deklarat ti e çliron lidhjen nga presioni, heq dorë nga kontrolli dhe kështu hap derën për një rrjedhë natyrore dhe të qetë. Dyshimet treten, siguria merr vendin e tyre. Kur e deklaron këtë, zbulesa vazhdon, sepse ke treguar se je gati për hapin tjetër, të kuptosh se si universi po të përgatit për një dashuri që do të ngrejë më lart. Pasi ta kesh lëshuar kontrollin dhe shprehur besimin tënd, procesi përshpejtohet. Tani fillon faza më e bukur dhe njëkohësisht më pak e kuptuar e kësaj lidhjeje, përgatitja e vetëdijshme. Dashuria me një intensitet të tillë nuk vjen për të bërë thjesht të lumtur ose për të zbukuruar sipërfaqësisht jetën tënde. Ajo vjen për të transformuar, për të ngritur në një nivel më të lartë vetëdijeje dhe për t'u siguruar që dashuria që do të marrësh të jetë e qëndrueshme, e pjekur dhe e vërtetë. Universi është një arkitekt i përsosur, ai nuk do të lejonte kurrë që një bashkim kaq i rëndësishëm të ndodhte në një moment dobësie ose papjekurie. Shikoje këtë kohë të distancës si procesin e lustruarjes së dy pasqyrave. Të dyja rafinohen veçmas që pasqyrimi i tyre i përbashkët të jetë më vonë i pastër, i kristalt dhe i pa shtrembërim. Ky proces pastrimi ndodh në dy nivele, brenda teje dhe brenda personit tjetër. Le ta fillojmë me anën tënde. Kjo dashuri të ka detyruar të shikosh brenda vetes, të njohësh plasaritjet e tua dhe të shërosh plagët e vjetra. Sa herë që frika të sulmon, ti merr një mundësi për të zgjedhur sigurinë. Sa herë që egoja të nxit të veprosh, ti mund të zgjedhësh paqen dhe vlerën e vetvetes. Po formohesh që të ndalosh dërgimin e frekuencës së mungesës. Dikur ke pritur që ky person të plotësoj, tani po mëson të plotësosh veten, të jesh drita jote. Duke bërë këtë, ti bëhesh një magnet i fuqishëm që tërheq dashurinë, jo nevojën. Po formohesh për të pranuar një dashuri që nuk thyet, një dashuri që ka stabilitet dhe thellësi dhe nuk ka frikë nga cenueshmëria. Personi që do të kthehet tek ti nuk do të jetë i njëjtë me atë që u largua. Ai do të jetë më i fortë, më i vetëdijshëm dhe më intuitiv. Por çfarë po ndodh me këtë person gjatë kësaj kohe? Është thelbësore ta dish, edhe ai po kalon një proces të thellë shërimi, zakonisht të pavetëdijshëm. Ai po përballet me hijet e tij, me ato frikëra të brendshme që dikur e shtyn të ikte.
Universi po e detyron të njohë gabimet e tij, të shkëputet nga lidhjet toksike, të lërë pas besimet kufizuese dhe të krijojë hapësirë për madhështinë e dashurisë që t'i përfaqëson. Dhe kur koha të jetë e pjekur, kur të dy shpirtrat të kenë përfunduar ciklin e shërimit, universi do të orkestrojë momentin kur rrugët tuaja do të kryqëzohen përsëri pa përpjekje, pa planifikim, pa kërkim. Do të takoheni sikur koha të mos ketë kaluar kurrë, dhe megjithatë do të jeni të dy ndryshuar, më të pastër, më të vetëdijshëm, më të plotë. Në atë çast do të kuptosh pse e gjithë kjo heshtje, dhimbje dhe distancë ishte e nevojshme, për t'ju përgatitur për një lidhje që nuk lind nga nevoja, por nga zgjedhja e ndërsjellë dhe pjekuria e brendshme. Ajo që tani duket si ndarje, në të vërtetë është ekuilibri i saktë mes durimit hyjnor dhe kohës së përsosur. Dhe pastaj, kur ta presësh më pak, universi do të tregojë se dashuria nuk humbet kurrë, ajo vetëm shndërrohet për t'u kthyer më e fortë, më e thellë dhe më e qëndrueshme. Nuk do të kesh më nevojë të kërkosh shenja, sepse vetë realiteti do të jetë shenja. Do të ndjesh paqe atje ku dikur ishte frikë, besim atje ku dikur qëndronte dyshimi. Dhe do të kuptosh se ajo që ke kërkuar kaq gjatë nuk ka qenë kurrë larg, ajo ka qenë pranë teje gjatë gjithë kohës, në heshtje, në mënyrë të padukshme, duke pritur derisa të ishe gati ta pranoje në formën e saj më të pastër.